neve si familje vendimi me burë përjetshëm sa do pak na ka letu dhimbjen. Kuptohet që është një dhimbje jo vetëm për juve si familje, po ka qenë edhe për gjithë neve dhe gjithë qytetarët. Po edhe duhet patjetër më ndal pak edhe tek nana e Gjulietës, sepse ka qenë shumë e vështirë edhe për ta. Dhe mbaj mend kur kemi qenë në ato fillimet, e di që ka qenë një gjendje goxha trane, emocionale. Nana e Gjulietës, ashtu që e ke pa ti, hala vazhdon me qenë ashtu. Një gjendje shumë trontë, emocionale. Po ja fladitin shumë fëmijët e Gjulietës se edhe i përngjajnë shumë Gjulietës. Edhe ka ona e qysh jetojnë, qysh krejt. Do me thonë mundohen ajo çmallet me ta shumë. Po nana Gjulietës e ka një send që është shumë grua e fortë. Është grua shumë burrore që mundohet na dhimbjen e vet edhe neve me na hek. Na fol, duheni me vazhdu me jetu, duheni me vazhdu, duheni qëre keni shumë fëmijë, qëre keni këto, qëre keni ato. Edhe non stop është me neve për çdo send. Shpat, kërkoj shumë falje se di që je shumë emocionume dhe një farë forme, vetëm po rihapim plagët, por këto gjana duhet me diskutu për shkak që jave të fundit vendi ka qenë në tensione, sepse kemi pa shumë vrasje, plagosje edhe gratë e tjera cilat kanë humbur jetën. Edhe pikërisht kjo intervistë e ka këtë qëllim që me ndërgjegjësu si që si ka ma herët publikon. Sa keni marrë për kraje shpat prej institucioneve shtetërore, e kanë kry mirë në këtë rast punën e tyre? Në rast tanin, respekt për policinë e Kosovës, për prokurin, për gjykatën e PE-s. Në çdo aspekt janë konë shumë të mirë, e kanë kry punën e vetë në atë mënyrën më të mirë të mundshme. Saqë prej momentit parë janë sill mirë domethënë na kanë prit mirë, na kanë fol mirë, na kanë tregu çush ka më vazhdu. Prokurori i rastit Valbona Disha Gjosaj ka bërë një punë shumë mirë që realisht ka kërkuar edhe dënime bukureshëm që gjykata themelore e ka jep. Shpresoj shumë që edhe instanca tjera, apeli, supremja, kudo që shkon kjo lan, të ketë njëjtin vendim, që të mos merr vendime tjera, se realisht neve si familje vendimi me burë përjetshëm sa do pak na ka letu dhimbjen.